Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin dhjetor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar dhe të gëzuar gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, videot e javës, por dhe video me tema për dashurim, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Dhe shohim energjinë që na vjen. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të ajrit, energjinë e kullës dhe kemi energjitë shenjave të zjarit. Në fillim të javës, ju jeni në kërkim të një dashurie dhe këtu flasim për gjithë ata që janë single. Dëshironi të bëni një ndryshim të madh në jetën tuaj, ndërsa për një pjesë tjetër jeni duke kërkuar këtij personi që ju mund të jeni në njohje ose në lidhje, për të ndryshuar diçka, për të çuar gjërat para, ose për të ndërtuar gjëra më të sigurta në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe unë shoh që do harrini në fund të javës të stabilizoni situatat, ndoshta për të ndërtuar gjëra më të sigurta. Në një rast, për pjesën e beqarëve, shoh që do keni një takim me një person, ju jeni duke kërkuar këtë dashuri, ndërsa për pjesën tjetër, ndoshta ju do kërkoni që të ndryshojnë gjërat në njohjet ose lidhjet tuaja, për t'i çuar më përpara, ose në marrëdhënien tuaj të ndryshojë diçka, dhe këtu flasim gjithmonë ndryshime për mirë. Por gjithsesi e rëndësishme është që ju harrini të stabilizoni situatat deri në fund të javës. Shoh festime këtu, mund të keni festime në shtëpinë tuaj, ose ju mund të dëshironi, jeni duke kërkuar një shtëpi për të ndryshuar shtëpinë, për të marrë një shtëpi tjetër me qira ose për të investuar në shtëpinë tuaj, dhe unë shoh që ju do harrini ti realizoni deri në fund të javës, por ju shoh edhe në festime. Ju mund të keni dhe festime të ndryshme gjatë kësaj periudhe. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë erdhi një energji fantastike, kemi energjinë e shenjave të ujit dhe energjinë e shenjave të ajrit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni dhe lidhje me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi ju shoh që keni shumë emocione në lidhje me një dashuri, por dhe personi tjetër ka emocione në lidhje me ju. Shoh dy figura ballë për ballë, shumë të bukura, shumë emocionale, por dhe me ndjenja për njëri tjetrin. Dhe ju shoh në diskutime për një fillim të ri. Ndoshta për të hyrë në një njohje, në një rast, ose në rastin tjetër për të finalizuar ato lidhjet edhe njohjet që ju keni, sepse shohim që në javën e parë që ju kërkoni ndryshime në lidhje me dashurinë. Ndërsa për disa të tjerë do jeni shumë emocional, do keni lajme të mira nga fëmijët tuaj, ose lajme të mira të vendi punës nga ana ekonomike, por janë lajme që do t'ju emocionojnë dhe do t'ju bëjnë që të ndjeni të gëzuar dhe të qeshur në lidhje me lajmet që do merrni. Dhe unë shoh në fund të javës një fillim i ri. Mund të jetë një punë e re, një partneritet, një bashkëpunim, por mund të jetë edhe kjo ka lidhje dhe me pjesën e dokumentave. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje dhe me institucione shtetërore. Mund të ketë lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me institucionet, por mund të jenë edhe institucione private. Mund të jenë dokumenta për të larguar jashtë shtetit, shoh që merrni një lajm të mirë, ose për të lëvizur, për të ndryshuar vendin e banimit, për të kaluar nga një qytet në qytetin tjetër, ose për të ndryshuar një pozicion pune. Dhe ju shoh shumë të gëzuar dhe shumë të lumtur në lidhje me këtë fillim të ri që do bëni. Por kjo ka lidhje dhe me pjesën e shëndetit, por dhe në lidhje me studimet tuaja. Dhe vazhdojmë në javën e tretë,
Atëherë në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit. Kemi energjitë shenjës së demit, peshores, shijetarit dhe kemi energjitë shenjave të ajrit. Ju shoh në fillim të javës së tretë, ju dëshironi të lini mbrapa problemet që mund të keni pasur, shoh që keni kaluar shumë vështirësi, mund të jetë vështirësi në lidhje me dashurinë për një pjesë prej jush, në marrëdhëniet tuaja për pjesën tjetër, ndërsa për disa të tjerë mund të keni pasur probleme dhe situata të vështira te vendi punës, ekonomike, por dhe situata të ndryshme. Gjithsesi, unë shoh që ju do kujdeseni shumë në lidhje me një dashuri, ose do kujdeseni shumë te vendi punës. Por këtë mund ta merrni në çfarëdo lloj situate që jeni në marrëdhënie tuaja, por shoh një kujdes të madh edhe në lidhje me anën ekonomike për gjithë ata që kanë kaluar vështirësi. Dhe në mesin e javës do bëni një fillim të ri. Ju do hyni në një njohje të re dhe shoh që në javën e dytë dhe dëshironi që të bëni një fillim me këtë person. Në rastin tjetër mund të jetë fillimi një shtatzanie për gjithë ata që janë në këto kushte. Ndërsa për disa të tjerë mund të jetë një punë e re, një partneritet, një bashkëpunim, por që do t'ju sjellë bollëk dhe prosperitet, shoh, gjatë mesit të javës. Ju do jeni shumë produktiv gjatë mesit të javës në lidhje me fillimet që do bëni, por dhe zhvillimet që do marrin këto fillime që ju do bëni. Por duhet keni kujdes nga një person, sepse mund të jetë një person pak dashakeq që shoh, sepse është një person i nxituar dhe mund t'ju thotë edhe fjalë që nuk do t'ju pëlqejnë, ose ju mund të tregoni pak të nxituar në lidhje dhe të vrullshëm në lidhje me një fillim të ri. Ndoshta mendja tuaj do punoj shpejt në lidhje me këtë fillim që do bëni. Gjithsesi ju shoh dhe në udhëtime. Ju mund të nxitoni dhe për të bërë udhëtime. Mund të dëshironi të shkoni me pushime diku, sepse është fund viti, janë festa dhe ju do tregoni pak të paduruar, domethënë për të bërë një udhëtim. Ky mund të jetë edhe një udhëtim pune, mund të jetë një udhëtim për të shkuar diku për festat e fundvitit, ose udhëtime të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Luanit, përsëri Luani dhe energjitë shenjave të tokës që jeni dhe ju vetë. Ju shoh që keni kaluar vështirësi, keni marrë eksperjenca në lidhje me sfidat që keni kaluar, por ju do gjeni forcën dhe një dritë e bukur do shkëlqej për ju, ku ju do dëshironi, ju shoh me shumë pasion, me shumë dashuri. Ndoshta të gjitha vështirësitë që keni kaluar kanë qenë një lloj karme në lidhje me ju, por ju do gjeni forcën në lidhje me çdo vështirësi, si në dashuri, në marrëdhëniet tuaja, në punë, nga ana ekonomike, do gjeni forcën për të ecur përpara dhe ju shoh që do tregoni shumë krenar në lidhje me këtë. Dhe në mesin, kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike, por dhe situata të ndryshme të vështira që mund të keni pasur. Dhe në mesin e javës së katërt, shoh që ju sikur do rilindni. Do rilindni, shoh një mbështetje nga universi që do t'ju jepet në lidhje me çfarë do lloj gjëje që do dëshironi të bëni. Por shoh që ju do ndiheni, do keni një forcë të jashtëzakonshme brenda vetes, me shumë pasion, jeni në një energji, jeni në energji zjari gjatë fillimit dhe mesit të javës, por gjithsesi shoh që nëse ka lidhje me një person, ju do jepni dhe do merrni me këtë person. Mund të shkëmbeni mesazhe, të takoheni nga afër, është fund viti, ndërsa për pjesën tjetër ju shoh që mund të merrni disa para, mund të jeni duke shpenzuar para, duke marrë dhurata ose duke bërë pagesa të ndryshme, faturash, qirash ose diçka tjetër në fund të muajit. Por këto para ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i jepni. Por e rëndësishme është që ju rilindni, gjeni forcën, të lini vështirësitë mbrapa dhe t'i jepni një drejtim më të mirë gjërave tuaja. T'i jepni një drejtim më të mirë dashurisë, marrëdhënieve tuaja, ndoshta dhe situatave të ndryshme që mund të keni pas me fëmijët, me shtëpinë, me familjen, por dhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, është një muaj fantastik, është muaj ndryshimesh, stabiliteti, lajmesh të mira,
fillime që do marrin zhvillime shumë të mira. Por dhe java e 4 nuk është negative. Ju thjesht gjeni forcën të dilni nga këto vështirësi dhe sfida që keni kaluar në jetën tuaj dhe të rilindni si nga hiri për të filluar gjërat ndryshe në jetën tuaj. Dhe marrim një mesazh nga ëngjëjt dhe shohim çfarë mesazhi ju japin për muajin dhjetor. Atëhere, ju shoh kemi dyshin e shpatave, jeni pak konfuz në lidhje gjatë këtij muaji për t'i dhënë zgjidhje situatave, dëshironi të mbroni veten tuaj në lidhje me fillimet që marrin zhvillime të mira, por gjithsesi është një energji shumë e bukur. Duhet të dilni nga këto situata, shoh që nuk dëshironi të hyni shumë në diskutime gjatë këtij muaji dhe nuk doni që të jepni zgjidhje situatave, nuk doni të merrni vendime, por është një muaj shumë i bukur dhe duhet merrni vendime sepse unë shoh që ju e keni forcën për ta bërë këtë. Ju kujdeseni, kujdesuni për vete, sikur nuk ka probleme, po sikur nuk keni asnjë gjë për të zgjidhur. Thjesht kujdesuni për veten tuaj. Dhe është një mesazh shumë domethënës po ta vësh re, sepse tregon që ju do keni ndryshime të mëdha, por ju thjesht doni të mbroni veten tuaj dhe nuk i pranoni dot ndryshimet. Por këto ndryshime që do bëni do sjellin stabilitet, ose këto fillime të reja që do bëni do marrin zhvillime shumë të mira. Thjesht ju përdorni pjesën e logjikës në lidhje me këtë, gjeni forcën brenda vete sepse e keni forcën, jeni në energjinë e luanit dhe ecni përpara. Jepini zgjidhje gjatë këtij muaji, çfarëdo situate që të keni, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, me marrëdhëniet tuaja, për një pjesë tjetër në lidhje me dokumenta të ndryshme, ose në lidhje me anën shëndetësore, por dhe me studimet. Gjithsesi është një energji fantastike, mesazhi ju jepet thjesht që ju të mos keni frikë për të ecur para. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Por dhe videot e vitit 2026 për shenjat më me fat dhe me sa më kujtohet jeni një shenjë me fat. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm dhe një mbasditë sa më të